E para ju falenderoj News 24-s që ditën e parë, sinqerisht gjithë diaspora ka një mirënjohje jashtëzakonisht për ju, sepse na keni përkrah gjithë popullin, Zoti ju rujt ka s'di të them më. Vetëm Zoti inshallah. Për çfarë protestoni konkretisht? Çfarë kërkoni ju konkretisht? Për gjithçka. T'ja nisish nga 0 deri në 1100-tat. Arsyeja është sepse unë jetoj tani kam i shtëpinë në Domje. Domja e ka Bashkia Tiranë. Ti më rrim 2-3 orë pa ujë, pa drita, nalen dritat, na prishin frigoriferat, gjithçka. Sot 2026-ën, edhe thot futna në Europë. Çfarë Europë më? Ku futesh në Europë ti pa ujë, pa rrugë, pa drita, pa asgjë, pa mjekësi. Isha para javën ke spitali, kisha një vdekje çuni Gjajas, për zotin skandal. Ai thot janë bë mrekullina në për spital. Po çfarë spitali për zotin? Shka në blen gjithçka, edhe pamukun, edhe jodjen, gjithçka duhet me shku me ble, edhe thot futna në Europë. Ju keni parë edhe spitalet e Londrës edhe spitalet e Shqipërisë. Kam diferencë? Ku krahasohen spitali, po këta janë banjo, janë tualete. Sinqerisht, ja kjo që ka ragër. Është shëndetësi europiane? O zotni, vetëm një diçka do të them unë. Unë deputetin në zonës ku jetoj vetë unë aty, vjen në pinë thjesht kafe me gjithë njerëz të thjesht. Edhe ka i makinë 3500 pound që aty. Edhe kurse vjen ta ulen balla, si e kam pa vetë, vjen ta ulen balla me 20 bodyguard atje, edhe flen në hotelin më të ku bën 3000 pound, një natë për me fletaj, plus makina luksoze. Ku i marrin këto lek? Ku i marrin? Vetëm këtë duhet ta di. Ku i marrin këtë para? Sinqerisht, gjithsesi ju përgëzoj, shumë faleminderit, respekt.